Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Gjdo krijes që në botë iman, gjdo gjallës që ekziston, gjdo gjë që jetën shijon, ja Allah të madhëron. Edhe ditë kur gjallëron, edhe nata kur mbulon, edhe yjet kur ndriqojnë, ja Allah të madhëron. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Edhe nunja kur nunëzon, edhe mali kur gjelbron, dhe bini kur këndon, ja Allah të madhëron. Edhe qielli kur gjemon, dhe rufeja kur veton, edhe shiu kur pikon, ja Allah të madhëron. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Edhe peshit sa janë, sa kanë dete oqean, dhe insekte me milion, ja Allah të madhërojnë. Ty gjdo gjën shprej madhërim, përveç sa njerëzit sa gjim,
Shumë prej tyre jo nuk din, dhe zojti ja Rahim. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Gjdo krijes që në botë iman, gjdo gjallet që ekziston, gjdo gjë që jetën shijon, ja Allah të madhëron. Edhe dita kur gjallëron, edhe nata kur mbulon, edhe yjet kur ndriqojnë, ja Allah të madhëron. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. تباركي تباركي إليك تلتمس وفي الأفراح حساسي حبيس ومن سعدي يظن الناس أني أنا في ليلة العرس العريس. تباركي إليك تلتمس وفي الأفراح حساسي حبيس ومن سعدي يظن الناس أني أنا في ليلة العرس العريس. فألف مبارك يا خل تسعى إليك كأنها عود نفيس، وألف مبارك أخراك ورد بهي اللون تعشقه النفوس. فألف مبارك يا خل تسعى إليك كأنها عود نفيس، وألف مبارك أخراك ورد بهي اللون تعشقه النفوس. تباركي إليك تلتمس وفي الأفراح حساسي حبيس ومن سعدي يظن الناس أني أنا في هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
بنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi dhe lavdrimi takon vetëm Allahut xhaleshanuhu, i cili na dalloi dhe na stolisi me mërtit dhe bukuri, dhe sa paqja dhe përtimi qofsh mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, shok dhe të gjithë pasuesët e tij. Nderuar mufti Doktor Qinan Efendi Ismaili, me shoqëruesit e tij, të nderuar prindër dhe ju të pranishëm, ju përshëndesim në islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhe gjithashtu ju dëshirojmë së ardhmen në ditën më të bukur dhe të lumtur të jetës tonë. Ne jemi gjenerata e parë që ndoqëm mësimet të hoxhës në nderuar Lokman Abdullahi, gjenerata e numër 24 nxënës. Jemi të lumtur që sot kur realizojmë manifestimin e hapës tonë, ku pas një periudhe të vjeçare arritëm të mësojmë leximin e Kuranit dhe ditë elementare të Islamit. Ne jemi të temë të nxënësve dhe gjithë atyre që ndjekin mësimin në mekteb, i falenderojmë prindrit e në veçantë hoxhën tonë, që na ka motivuar për të ndjekur mësimin besimin në mektebin e xhamisë Haxhi Sabri. Lut Allahun që të kaloni çastet e bukura në programin në vijim. Havali, cila është dëshmia e muslimanit? Dëshmia e muslimanit është Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka zot tjetër posa Allah xhaleshanuhu dhe se Muhamedi alayhis salam është rob dhe i dërguari i tij. Tiparet e muslimanit janë: nuk i përkulet dhe nuk i nënshohet askuj përveç Allahut të lartësuar, nuk bën miqësi me armiqtë të Allahut dhe të dërguarit e tij, i mbështetet vetëm Allahut të lartësuar. Tiparet e munafikut janë ata që tallen me Allahun e lartësuar, tallen me namazin dhe ata që janë mashtrues. Remzie Ramani, çka do të thotë iman? Iman do të thotë bindje me mendje, besim me zemër, shprehje me gojë dhe veprim me asaj që beson. Kushet e imanit janë: amen tu billah, besoj në Allah, me melekët e tij, melekët e tij, me kutubihi, librat e tij, me rasulihi, në të dërguarit e tij, o yawmil akhiri, në ditën e fundit të ahirit, o bil qadri khayri sharri min Allah taala, në caktimin e tij se çdo gjë që ndodh me vullnetin dhe për taktimin e Allahut të lartësuar. Merve Ismaili, cilësitë e Allahut. Cilësitë e Allahut janë 14 ndarën e grup me sifati dhati dhe sifati thubutje. Sifati dhati janë cilësitë individuale, ata janë vujud, Allah ekziston, qidem, Allah është përreshëm pa fillim, beka, Allah është përreshëm pa mbarim, vahdanie, Allah është një, muallafetu lil hawadith, Allah nuk i ndjen askujt, kiamu bi nafsi, Allah ekziston vetvetiu. Sifati thubutje janë cilësitë qëndësore, ata janë hayat, Allah është i gjallë, ilm, Allah di gjithçka, sem, Allah dëgjon gjithçka. Besar, Allah është gjithçka, irade, Allah me vullnetin e vet bën gjithçka, kudre, Allah ka fuqitë e pafund, kelam, Allah flet të folurit e tij hinor të gvin, Allah krijon mirë në madhë shkruajë. Suela Abdullahi, çka janë melekët? Melekët janë gjiniet e padukshme të krijuara nga drita në rrugapur, për graçësinë e Zotit gjithë në krye detyrë që ta krijuar Allah i lartësuar. Melekët janë të krijuara nga drita. Melekët nuk kanë gjini, nuk kundërshtojnë me kryesit, nuk lodhen, as nuk vëzisen, nuk zbatojnë urdhat e Zotit dhe nuk ushqejnë moshë organik sikur njerëzit. Melekët kryesore 4, dhe ato janë Gjibril, Mikail, Israfil, Azraili. Gjibrili, i cili me lejen e Allahut të lartësuar, u cilë shpallëve të dërguara. Mikaili, i cili me lejen e Allahut të lartësuar, kujdeset për furnizimin dhe funksionon dukunive natyrore. Israfil, i cili me lejen e Allahut të lartësuar, bën eftim për fundin e botës dhe ringjalljes. Azraili, meleku i vdekjes, i cili mund nga Allahu të lartësuar, amër shpirtin njerëzve. Ekzistojnë dhe melekët e tjerë si Kiramun Katibi, Mukiri dhe Nekiri. Kiramun Katibi shkruajnë fisnik të çdo për të njeriu, Mukiri dhe Nekiri të cilët marrin njeriu në pyetje pas varrimit. Gjeneta Eridini, sa pejgamber përmenden në Kur'an dhe kush janë ata? Në Kur'an përmenden 20 pejgamber, ata janë Adem, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Ismail, Lut, Jakub, Yusuf, Shuaib, Musa, Harun, Davud, Suleiman, Eyüp, Yunus, İlyas, Elyasa, Zulkifl, Zekriya, Yahya, İsa dhe Muhammed a.s. Tretë e të rëtan, Uzeri
ato. Allahut në shpallimi që përmes me legjitimin e Allahut të suar në shpall pejgamberive në të cilin na përgjall njerëzve dhe ekzistojnë katër libra të mëdhenj që shpallën disa pejgamberive, ato janë Tevrati, Zeburi, Injili, Kurani. Tevrati shpall Musa alayhis salam, Zeburi shpall Davudit alayhis salam, Injili shpall Isa alayhis salam dhe Kurani shpall Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ekzistojnë liqi suhufe që shpallën disa pejgamberve, ato janë Ademit alayhis salam shpallën 10 fletushka, Ishit alayhis salam shpallën 15 fletushka dhe Idrisit alayhis salam shpallën 3 fletushka dhe Ibrahimit alayhis salam shpallën 10 fletushka. Selma Abdullaj, çka është Islami? Islami do të thotë paqe, mëshirim dhe dorëzim. Islami na mëson se ekziston një Allah i vetëm i cili krijoi çdo gjë mbarë dhe çdo gjë që në kohën e caktuar, po ashtu na mëson se ekziston buta materiale dhe shpërtërore dhe se besimtarët muslimanë duhet të kujdesen për të dy butët. Kushtet e Islamit janë shahadeti, namazi, agjërimi, zakati dhe haxhi. Ditët e dalluara janë dita e xhumut, dita e Arafatit, dita e Mevludit dhe dita e Bayramit. Ditët e dalluara janë nata e xhumut, nata e Kadrit, nata e Isras dhe Mirajit, nata e Beratit dhe nata e Regaibit. Muajt e dalluara janë muaj Shaban, Rexhep dhe Ramazan. Majte Ramani, kush janë normat juridike fetare? Normat juridike fetare janë farz, vajib, sunet, mustahab, mubah, mekruh, haram, mufsid. Farza veprime që Allah i lartësuar i ka udhëruar për razi të kryera, për shembull falja e 5 kohë të namazit, agjërimi i Ramazanit, dhënia e zakatit, kryerja e haxh. Farz ndahet në dy lloje, farz ain dhe farz kifaj. Farz ain është urdhri i Allahut i cili do të kryhet nga çdo musliman i moshës madhore. Për shembull falja e 5 kohë të namazit, agjërimi i Ramazanit. Farz kifaj është urdhri i Allahut i cili do të kryhet nga disa muslimanë të lirohen nga përgjegjësia. Për nëse asnjë nuk e përmbush, atëherë janë përgjegjë dhe mëkatare për mos kryen e tij. Për shembull namazi i xhenazës. Sunet janë praktikat fetare që Muhamedi alayhis salam i ka kryer dhe na ka porositur ti veprojmë për të cilën e fiton shpëtimin. Sunet ndahen në dy lloje. Sunet i fortë dhe sunet jo i fortë. Sunet i fortë përfshin ato veprime që Muhamedi alayhis salam i ka praktikuar rregullisht herë. Sunet jo i fortë përfshin ato veprime që Muhamedi alayhis salam disa herë ka kryer, disa herë ka lënë pa i kryer. Mekruh janë veprimet që janë të qëtuara apo të papërqyera në fen islame. Mekruh ndahen në dy lloje, mekruh tehrime, mekruh tanzihe. Mekruh tehrime janë veprimet që janë të ndaluara haramit, të cilat janë të ndaluara në fen islame. Për shembull, falja namazit të ikindis afër kohës së perëndimit të diellit. Mekruh tanzihe janë veprimet edhe pse nuk janë në kategorinë e haramit, sërish janë të papërqyera ti veprojnë. Për shembull, shkon në xhami pse ke ngrënë çip ose hudhër. Gjenisa Ramani, cilat janë burimet e fesë islame? Burimet e fesë islame janë Kurani, Suneti, Xhamai dhe Kiasi. Kurani është ligji i fundit ju është pa prej Allahut të lartësuar. Ky libër i hyn për ne Muhamedit alayhis salam është pa të botën. Suneti është burimi i dytë të madhor. Fjala sunet përbën të rrethin e fjalëve. I Xhamai është sikur që është emri pa dëshmëria e dietarëve për një temë të caktuar. I Kiasi është analogjia, është metodë kryesore që problem për një shërbim. Ilir Kafuri, çka është pastërtia dhe si ndahet? Feja islame është feja pastërtisë. Pastërtia është bazë të kushtjavërime në islam. Pastërtia ndahet në dy lloje, pastërtia e jashtme dhe pastërtia e brendshme. Pastërtia e jashtme gërten pastërtimin e trupit, rrobave dhe mjedisit ku jeton, kurse pastërtia e brendshme tërlidhet me pastërtinë e zemrës, ndjenjave dhe mendimeve tona. Shevaj Kafuri, çka është abdesi? Abdesi është pastrimeve pastër. Falja abdesit është parakush për kryer në shumë adhurimeve si falja namazit, leximi i Kuranit, kryerja e tavafit. Sipas mësimeve të Muhamedit Islam ka thënë, ato njerëz që marrin abdes rregullisht, Allahu i lartësuar do t'i njohë ato prej ndriçimit të fytyrave të tyre. Abdesi ka 4 kushte: larja e fytyrës, larja e krahëve, mes kokës dhe larja e karrave. Gjërat që prishin abdes janë kryerja e nevojës fiziologjike, nxjerrja e gazave, dalja e qarkut ku qenë në ndonjë pjesë të trupit, të rënit të fikit apo libanosja, të fjeturit të qeshur me zë në namaz dhe të vjedhurit në gojën tokë. Isa Rustemi, çka është sahibi udhër? Sahibi udhër do të thotë person në arseme, si do të thotë fërtimin e dorë të lagën një pjesë të trupit apo rrobave dhe kemi të azëgën të lagën. Meset ka një lloj kapuçës të buta apo një lloj çorapash të
kafshët të cilat mbahet frymëria në kapuç. Mesët mund t'i mbajmë, nëse jeni në shtëpinë 24 orë, deri 8 natë. Nëse jeni udhëtar, 17 orë, deri 3 natë. Xhamai Islami, çka është gusli? Gusli është pastrim fetar, me gusli në kupton larën e trupit, larën e kokës deri në kamat, duke mos në asnjë pjesë të trupit para. Farzët e guslit janë larja e gojës nga gala, larja e humtërisë, inshallah larja e trupit. Harun Mehmeti, çka është temumi? Temumi është pastrim simbolik në dhe toka e pastër. Në raste kur mungon uji ose nuk mund të përdorim në atë, temumi merret kryesisht në këto raste. Kur gjatën e kohë namazit nuk mund të gjejmë ujë, kur kemi mungesë ujë vetëm për pije ose për përgatitje ushqimi. Kur nuk mundemi ose nuk guxojmë të përdorim ujin shkak të rrezikut shëndetje të tjerë. Farzët e temumit janë: bërja e niyetit, lëshimi i shuplakave në dhe të pastër dhe fërkimi i fytyrës, lëshimi i shuplakave në dhe të pastër dhe fërkimi i krahave dhe në mbi bryla. Ades Alimi, çka është namazi? Namazi është edhe kryesore dhe bazamini i islame. Namazit, 6 kushte para se fillojë namazit janë: marrja e abdestit, deti i pastër trupit apo veni ku falemi, mbulimi i trupit, drejtimi nga kibla, falja e namazit duke rezultuar dhe bërë niyet. Dhe 6 shëndet namazit janë: tekbiri fillestar, qëndrimi në këmbë, këndimi i Kuranit, përkulën e rukut, rënia në sejdë, rënia ulën në këtë namaz. Merdan Bajrami, cilat janë llojet e namazeve? Kemi 3 lloje të namazeve, ato janë farz, vacib, sunet. Namazet farz janë sabahu, dreka, kindia, akşamı dhe yatsija, namazi xhamazit, namazi xhenazës. Namazet vacib janë namazi i Bayramit dhe namazi i Vitit. Namazet sunet janë të gjitha ato që nuk janë farz dhe vacib dhe namazi i Teravis. Aliu, çka është sejdja e leximit? Sejdja e leximit është lloji i sejdës me të cilin obligohemi gjatë leximit të Kuranit të njërin nga 14 ajete të Kuranit. Doja e sejdës të leximit është: Sebena wa atana gufranaka rabbana wa ilaykal masir. Burak Ramadanin, sa kohë të namazeve kemi? Ne kemi 5 kohë të namazit. 5 kohë të namazit janë namazi sabah, namazi drekës, namazi hindis, namazi akşamit dhe namazi haxhit. Namazi sabah i ka 4 rekat, tishinet i farz. Namazi drekës i ka 10 rekat, 4 sunet, 4 farz dhe tishinet e fundit. Namazi hindis i ka 8 rekat, 4 sunet, 4 farz. Namazi akşamit i ka 5 rekat, 3 farz tishinet. Namazi haxhit i ka 13 rekat, 4 sunet, 4 farz tishinet e fundit dhe 3 salat e vitrit. El Kadir Hiseni, çka është sebi sejdë? Sebi sejdë është përmirësimi i gabimeve të paqetshme gjatë faljes namazit. Sebi sejdë përmirësimi i gabimeve është lëndë diçka manget ose është ndonjë veprim i tepërt gjatë faljes namazit. Qoftë ajo me arres ose pa vëdijë, sebi sejdë ndodhet në 3 raste: kur ndodhet ndonjë nga vajibet e namazit, kur ndodhet ndonjë nga farzët e namazit dhe kur ndodhet shkallë të rrezikshme ndonjë nga vajibet e namazit. Erdogan Skenderi, çka është namazi i xumës? Namazi i xumës është farz i ka 6 rekat, 4 sunet dhe 3 farz. Para i falim 4 sunet, e bëjmë niyetin tekbir fillestar, subhanallahu bismillah fatiha e sura ruku sejdë. Deti 3 rekat, Allahu bismillah fatiha e sura ruku sejdë, dhe të janë vetëm e të jatit. Deti 3 rekat, Allahu bismillah fatiha e sura ruku sejdë. Deti 4 rekat, Allahu bismillah fatiha e sura ruku sejdë, dhe të jatit selavatet rabbenatina e bismillah dhe të majt. Pastaj falim ti farz me xhamat, e bëjmë niyetin tekbir fillestar, subhanallahu bismillah fatiha e sura ruku sejdë. Deti 3 rekat, Allahu bismillah fatiha e sura ruku sejdë, dhe të jatit selavatet rabbenatina e bismillah dhe të majt. Shoaib Ramani, si falet namazi i Bajramit? Namazi i Bajramit ka 2 rekat dhe 6 tekbire shtesë dhe falet në këtë mënyrë. Bëjmë niyetin dhe bashkë me imamin marrim tekbirin fillestar, i lidhim dorë dhe lexojmë subhanallah, duke ndjekur imamin marrim 3 tekbire, pastaj sërish e lexojmë Allahu bismillah fatiha në surën tjetër, përkullim në ruku bëjmë 2 sejdë, ngrihem në rekatin e dytë, lexojmë bismillah fatiha në surën tjetër, i marrim 3 tekbire një pas një, tekbirin e 4 përkullim në ruku bëjmë 2 sejdë, qëndrojmë me ulur duke këndore të jatin salavatet, duan e Rabbin e atina, jepëm selam njaf pasaj. Nezir Recepi, si falet namazi i xhenazës? Namazi i xhenazës ka rekat i ka 4 tekbire dhe falet në këtë mënyrë. Bëjmë niyetin, marrim tekbirin e parë, lexojmë subhanallah dhe e bashkangjitim në fund vëxheles dhe na uke, marrim tekbirin e dytë, lexojmë salavatet, marrim tekbirin e tretë, lexojmë duan e xhenazës, nëse nuk e dim duan e xhenazës, themi surën Fatiha si në formë të duas së xhenazës, marrim tekbirin e katër, japim selam gjatën tonë. Ades Alimi, ajetul kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la
إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Remzira Rami, Sure Fil. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Havaliya, Sure Quraysh. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Merve Ismaili, Sure Maun. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Süheyli Abdullah, Sure Kawthar. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. Mirdam Rami, Sure Kafirun. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Nezir Recebi, Sure Nasr. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Isa Rustemi, Sure Mesed. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. القدير Sini, Sure Ihlas. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Cemail İslami, Sure Felek. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم المبعوث رحمة للعالمين. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا فكر الحق وإلى طريق المستقيم بتعلم القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن هذه الأولاد يا رب العالمين. اللهم اهديهم إلى الإيمان والإسلام وزينهم الإيمان والإسلام في قلوبهم وكره لهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم لا تدع لنا من الذنب إلا غفرت ولا من الهم إلا فرجت ولا من الدين إلا قضيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا كلنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة الشفيعة وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات دليلا وإماما يا رب العالمين. اللهم أعذهم من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا الرحمن يا الرحيم يا حليم. اللهم اهديهم إلى ما تحب وترضاه يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامة على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم فرنا صلاة سلامة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم أدربين وأدرسين nderuar dhe shumë respektuar muftinisë së Shkupit, doktor Kenan Efendi Ismaili, nderuar dhe i dashur hoxh Faisal Efendi Kadriu, në një kohë referent për rajonin e Kaldardakut, nderuar Hafiz Irfan Efendi Sulejmani, referent për rajonin e Kaqllakës, nderuar xhamatli, të dashur ju prindër, të nxënësve, nëna dhe motra, më lejoni të gjithëve të përshëndes në përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, begatit e Allahut qofshin mbi të gjithë juve inshallah. Pas falënderimin ndaj Allahut, shfrytëzoj rastin që të falenderoj Allahun subhanahu wa taala dhe të gjithë juve për prezencën, për nderin që na keni bërë që keni ardhur këtu me na nderu neve për këta familje, për këta bilbila që kanë bërë hatin sot. Lutë Allahun subhanahu wa taala që Allah këta familje Allahu t'i ruaj inshallah. Unë për zemërsisht e falenderoj Allahun subhanahu wa taala, jam falendëruar shumë ndaj Allahut që Allahu ma mundsoi edhe mu si bashkëvendas i
juaj si hoxhi ka dhundit në këtë xhami që edhe unë të kontribuoj diçka në këtë vend, e inshallah kjo mos shkon gjenerata e parë ja Rabbul Alamin, inshallah të ardhmë Allah na ndihmon që të kemi edhe gjenerata më të suksesshme edhe më të hajrit inshallah. Allah inshallah të familje ban shërbëtor të Islamit. Unë nuk do të zgjasë më tepër, kemi këtu mesafir muftin e nderuar doktor Gjenar Efendi Ismaili, ku unë ftoj që të bëj shpërndarjen e certifikatave, ndërsa fjalimin muftiu shumë i dashur dhe i respektuar do ta bëj me hutbë. Unë do të urdhëroj muftin. Dhe të jam në zërës që janë Monista Rahmani që ka merë certifikatën dhe shkallën e bërë. Edhe knejnë aksionët? Hava Aliyu. Remzi Rahmani. Merve Ismaili. Sohail Abdullahi. Janeta Hayreddini. Maida Hayreddini. Selma Abdullahi. Maida Rahmani. Janisa Rahmani. Nazir Rajevi. Shoaib Rahmani. Borak Ramadani. El-Kadir Iseni. Erdoğan Skenderi. İlil Gafuri. Şeval Gafuri. İsa Rostemi. Cemail İslami. Harun Mehmedi. Atis Alimi. Merdan Bayrami. Ali Aliyu. Sila në fund një minjojë për mualim. Fillim falenderojmë Allahun të lartë që na mësoi të bashkë jemi në një ditë të këtij, edhe ditë xumore dhe ditë të Kuranit. Ne me këtë minjojë falenderojmë mualimin e xhamisë për kontributin që ka dhënë në përcjelljen e fjalëve të Allahut në shpirtat, zemrat dhe kokrat e gjeneratave të reja. Gjithë ata që kanë kontribuar, si mualim, si këshilli i xhamisë, si xhamat, si prind që sot të realizojnë këtë lule, kjo xhami dhe ky fshat, Allahu xhelal inshallah gjithë kontribuesit të begatoj, veçanti ozit që japin një minjojë, shenjë respekti dhe duaje që Allah ta forcojë edhe të ardhmë shumë gjenerata të tjera inshallah të bëjnë dritë në këtë Bejtullah. Në fund
dëshiron bashkërisht, njëkohësisht edhe motrat, nëna që janë larg, nëse ka mundësi që të jenë manqeta gjatë ligjërimit të muftive. Allah i nderoft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا اللهم صل على سيدنا
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق الله العظيم Falënderimet të takojnë vetëm Allahu xhelal. Atij që na dha shpirtin që të jetojmë. Na dha imanin që të besojmë. Na dha Kur'anin që të mësojmë. Na dha mendjen që ta kuptojmë. Na dha gojën që të këshillojmë. Na dha syrin që të shiqojmë. Na dha veshjen që të dëgjojmë. Na dha gjymtyrën që të punojmë. Na dha pasurinë që të falenderojmë dhe krijoi xhenetin që Allah të takojmë. Allah inshallah gjithë më nasip në banë, ja Rabbul Alamin. Salavat për zemërta mbi shpirtin e bekuar të mësuesit dhe edukatorit tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mbi shokët, miqtë, familjen e tij dhe mbi gjithë ata që ndjekin edhe do të ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit inshallah. Të nderuar vëllezër, nderuar xhamat, të nderuar pranishëm, padoshme zgjat, parasysh që edhe koha është ftohtë, edhe programi pak 10 minuta u zgjat, por sido që tjetë për t'ja dhënë hakun kësaj hutbes, do të na lejoni të themi 2-3 fjalë, por para se themi çfarë do fjalën, fillim do të kishim dashur që gjithë së bashku të bëjmë dua, të bëjmë lutje, me bindje që Allahu xhelal në këtë ditë bekuar ditë xumaje, në vend bekuar këtë Bejtullah, në praninë tuaj, vëllezër të bekuar. Keni lënë angazhimet, keni lënë punën, keni lënë ngrohtësinë, keni ardhur në këtë vend, në këtë shtëpi të Zotit të ngrohtë shpirtërisht. Për me rënë sejdë atij dhe çdo dua që bëni, këtë bindje mos e harroni asnjëherë, bani me vete, çdo dua që bëni. Qoftë vetëm në zemër që e ndjen, qoftë në mendje që e mendon, apo që me fjalë e artikulon, gjitha duat Allahu xhelal inshallah në këtë moment ka mund ma bëjë. Të dashur vëllezër, lusë Allahu xhelal edhe një herë. Gjithë ata që kontribuan në nxjerrjen e gjeneratave të reja në mësimin e fjalës së Allahut, në kultivimin dhe mbrojtjen e fjalës së Allahut. Pa parasysh në çfarë pozicioni janë, në pozicionin e mualimit, pozicionin e prindit, pozicionin e nxënësit, pozicionin e mirëmbajtësit të xhamisë, pozicionin e xhamatit, çfarë do të qoftë pozicioni me kultin e tyre që kanë dhënë, Allahu xhelal inshallah ta kompenzojë. Lusim Allahu xhelal inshallah kjo gjenerat e re të bëhet një gjenerat që do ta dojë Allahu, do ta duan njerëzit inshallah. Një gjenerat që do të bëjë trit, duke përhap mirën në dynjë dhe do të bëjë trit për përhap mirën edhe do shpërblehet tek Allahu xhelal inshallah. Dashur vëllezër, shumë njerëz ka që Allahu xhelal me dijen, me mençurinë, me aftësinë, me pasurinë, me të mirat që ka dhënë, ata dinë se si duhet të jetojnë pas parimeve islame dhe dinë se si duhet ta presin fundin e vet në këtë botë. Me çdo njeri të bisojmë, me çdo njeri që tek a tek apo dy parë do të ulemi të bëjmë muhabet. Çdo njeri prej neve do t'i duket vetja që unë jam i mençur. Unë e di. Por a e dini vëllezër se kush është njeriu më i mençur? Bazuar në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që dietarët musliman nga gjeneratat e parë, që kanë qenë shumë më të kujdesshëm, shumë më të disiplinuar, shumë më edukat, shumë më tërbiye, shumë të matur për të dhënë në fjalë, sepse kanë qenë të theluar në mësimet e Allahut xhelal për Kur'an dhe të theluar në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ata kështu, njeri i mençur është ai njeri i cili
bën amelu salih, vepra të mira që do t'i kënaqin apo do t'i gëzojnë ata pas vdekjes tij. Ta përsërisë njerë. Njeri I mençur është ai I cili bën një amelu salih, një punë të mirë, po do të kënaqen ata pas vdekjes tij. Më pasi të besunë le të kënaqen tjerë, e që ka njeri I mençur. Sepse ai di të investimi derisa ti je qarë do të korrish, të nxjerrish atë investimin që e ke bërë. A kur e bën një investim që pasi të le ta gëzojnë të tjerët, të dashur dhe të kja njëri I mençur, sepse edhe pas vdekjes konti e shpërblimeve të tillë dhe sevapave do të vazhdojnë. Kjo në kupton edhe hoxha punën që e bën në xhami, që mbjell fjalën e Allahut Xhelal te gjeneratat e reja të fëmijët, që hoxha nga mosha në atë aspektin normal të jetës po themi, më herët do të transferohet botën e ardhshme, por puna do të vazhdojë më tutje. A qetri bak xhami, a qetri bak rrugë, a qetri bak fabrikë, a qetri investon një farë forme, çdo kur në formën e vet që investon, që tjerët t'ja shohin hajrin pastaj të dashur dhe të Allahu Xhelal kjo njerëz të mençur. Ama po ne bëni punë, mos me shiu ti, ta shijojnë të tjerët. Dashur dhe ne duhet të pas iman. Duhet të pas zë, duhet të ulur, duhet të I duru muhabetet të tjerëve, duhet të I duru shpifje, duhet të sakrifikosh nga koha jote, duhet të sakrifikosh nga ai komoditeti që mund ta kesh brenda familjes. Këtë këto që I bën, ti investon sepse je I mençur, sepse edhe ti më tutje ku nuk do të jesh gjallë, se vapët vazhdojnë të shkruhen në kontën tënde. Vëllezër, mbonë mend, mos fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Madhështia e besimtarit, a dini ku shifet? Madhështia e besimtarit shifet që ai kur jeton këtë dunjë nuk jeton I varur me tjetër kuj, po jeton në kurrizin e vetvetes dhe jo në kurrizin e tjerëve, jeton nga angazhimi dhe puna e vet. Vëllezër, një e përsëris. Allahu Xhelal dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk I duan njerëzit që jetojnë në kurriz të tjerëve, I duan ata që lodhen, angazhohen, I përveshin krahët, djersiten, fitojnë dhe jetojnë, e citojnë tonë Allahu Xhelal. E kjo nuk në kupton që gjithë njerëzit që jetojnë edhe do ta kenë rrezikun e njëjtë. Jo. Dikuj Allahu Xhelal jep më shumë, dikuj jep më pak. Dika ne sprovon më shumë, dika nuk e sprovon hiç. Dikuj jep më tepër dije, dikuj jep më pak dije. Çdo kënd Allahu Xhelal ka bën ndryshe për tjerë. Por me atë kapacitet që I ke, I përveshish krahët në dietesh pa çfarë në një. Dietesh krenar, muslimani jeton krenar. Po mirë, nëse ngushtohet jeta ndonjëherë, ngushtohet sprova që ti lodhesh, angazhohesh, punon, ti ndoshta ke mësuar edhe kurbetin, po ti Allahu të lësh provat nuk ti ndal, ngushtitat nuk ti ndal. Në këtë rast çka më bë? Di rrugja në aspektin fetar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur dikujt ti ngushtohet dunjoja, a keni po ngushtohet ndonjëherë? Ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mbonë mend vëllezër. Ta thuaj familjes tënde, le të qohen dhe le të falin namaz. Lidhën njëherë me Zotin. Lidhën me Zotin, nëse mundon ta gjej qarën djathtë më njëherë, a ka ngushtuar në një siklet? Diçka që nuk po mund ta zgjidhish, a problem a problem shëndetësor, a problem ekonomik, ta ka ngushtuar zemrën, ta ka bllokuar trurin. Çka duhet bëju? Shumë bukur e thot. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sepse ka thënë Allah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thuni familjeve, çohuni dhe ngriuni namaz, se Allahu Xhelal ka thënë ashtu. Edhe citoi ajetin kuranor nga sura Taha, që lexohem në fillim. Wa amur ahlaka bis-salat wastabir 'alayha. Porositi familjen tuaj, urdhoni që çohet falin namaz, ama edhe ju mos e neglizhoni, edhe ju zbatoni, mos e lëni. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk. Dhe Allahu Xhelal, s'kërkojmë na pi juve furnizim, na japim furnizimin. Wal aqibatu lit-taqwa. Fundi I mirë është për ata që I frikën Zotit. Fundi I mirë
Fillimin e miq do kush mund ta ketë. Kujdes vëllezër, fundin e mirë. Se fundi pasqyron se ki pas jetën. Ki kujdes, fundin ta kesh të mirë. E fundin e mirë kush e ka? E kanë ata që i frigon Zotit. Allah na bën për të tillë ja Rabbul. Pra puna e namazi, liga me Zotin. Puna e dytë, siç tregon edhe Ibn Mesudi, thot atëherë do të filloni të komunikoni me njerëz, do përzihesh, mos u mbyll brenda në shtëpi. Dil me njerëzit, kërkoja çaren problemet, kërkoja çaren i darës, komuniko, fol, me edukat, me tërbije, me sjellje. Nëse ti Allah të ka dhënë një sikletë në vështirësi, s'do me thonë këtë dunjë ta bëj dushman. A ke pa dikush, e ka një problem të shtëpia me bashortën e vet, e ka një problem ndoshta me fëmijën e vet, e ka një problem ndoshta me ekonominë e vet, ta ke hap telefonin, hir rrjete sociale, ka të mrejë merren, me dunjën e shoh. Çka ka faj ato? Çka ka faj ato? Të dashur vëllezër, pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me tërbije, me edukat, me sjellje. Ata sjellin një shembull. Pa dash me zgjatsh. Një fëmijë i vogël 4 vjeçar me emrin Luis. Ka jetu diku vitin 1809, duket ka qenë i lindur. Ka jetu diku atje ka afër Parizit, ka Franca diku. Babën e ka pas mjeshtër të shalave me pont të madhe, i ka kem ato për kuajt. Dhe njëherë e merr të punëtoria vet, edhe fëmia i vogël fillon edhe ai të luajë me një çipon, tu mundu me një lëkurë një çekiç ta godite, apo ka koncentru të punu atje, bëhet çipona, edhe kur i bë çekiçin, çipona direkt në syrin e majt. Edhe ja plas syrin. Infektohet e humb syrin. Mas një vjetëve infektohet edhe syri tjetër. Edhe syri tjetër e humb. Tu di syt. Edhe ka tash, edhe babën, edhe fëmijën, i kap shqetësimin, i kap sikletin. E tash të dashur vëllezër, në momentet vështira që të shifet, çka ki me voti, me caktimin e Allahut, ka ki me shku. A ki me dorë kontra, apo ki mu dakordu ma që ta ka caktu Allahu të la. Kju dakordu, dhe Allah mi murë sytë. Por unë do të vazhdoj, i boni 12, 13, 14, do është të kërkoje zgjidhje, ku mund të shkollohet, ku mund të mësoj. Edhe e angazhun edhe një institutin kombëtar të Francës asaj kohe, e angazhun me gishta, me do metale, me shkronja të mëdhoja, më në keme lecu, tjeti lezoj, që i ki mësoj, ke sosi fakultetin. Kure po që i ka aftësi, e angazhun moshe 20 vjeqare t'hije, edhe të punojnë qatë fakultetin, edhe u bo mësus. Duke qëndru, i tha vetes, qka mund bëj mune për tjerët? Vlezër, ata përsëriti që këtë fjali edhe njerë, edhe të kujtojmë natin dhe i vetes. Qka mund bëj une për tjerët? Për cilët tjerë? Kita qka bëj une për të verbrit? Ta qinë me to që ata ta kenë ma letë. Edhe filloj me qanë qenë po të cilët Allahu Gjellar e bëni se bërë një umësyt, filloj të bënë në pika në ledër. Me 12 pika e arriti të kultivoj metodën e leximit të verbrit që sot gjithë verbrit e botës. Mësojnë në përshkollat e tyre me alfabetin e qëqitit janë. Gjithë verbrit e botës sot, pi vitin 1800 herë, këndej, ke bani një punë, një verbrisht, e bani që njerëzit që do të lezën libra më tutje, të dashur vëllezër, as se vetë kisi e zbuloj këtë alfabet. Luis Braille, edhe sot metoda e leximit braillean është e njohur në nivel botror. Kjo çka do të thonë? Kjo do të thonë besimtari nuk demoralizohet, lidhet në namaz me Allahun te lat, ka ana tjetër përzihet mesin e njerëzve dhe mendon, çka mund bëj unë për të tjerët? Dhe Allahu xhelal padyshim ja lëshon bereqetin dhe ai njeriu është fitim. Vëllezër, të bëhemi të mençur. E për më bëj mençur në kupton që na të punojmë dhe angazhohemi të lëmë pas vetes diçka, se një ditë do e lëmë gjithë këtë botë. Për mbullacoj. Me konkluzën e dietarëve bazuar në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që tha: njerëzit që nuk ju ndalen detet asnjëherë në dunjë, janë njerëzit që janë xhelos.
Njerëzit që gjithë jetën e kalojnë me shqetësim, me siklet. Janë njerëzit që nuk ngopën asnjëherë, s'tyn asnjëherë elhamdulillah. Njerëzit më të lumtur janë ata që dakordohen me atë që e ka caktuar Allahu xhelal elhamdulillah. Pra më mirë pak të mjafton se shumë që të lastrohen. Alhamdulillah. Edhe e fundit, njerëzit që më së tepër në kamerat pishman ditën e gjykimit. Janë ata njerëz dietar që e din, ama punojnë kundërtën me asaj që e din. Ata kanë mirë pishman ditën e gjykimit. Andaj të dashur vëllezër, gjithçka që marrin absorbojnë, ka hajri ka e mira, bashkërisht ta përhapin mesin e njerëzve, se kështu fitojmë edhe na, fitojmë edhe ato që vinë pas neve. Unë edhe një herë lutem Allahu xhelal inshallah të bëj këtë vend, këtë xhami, këtë xhamat, këto familje që janë fëmijë në këtë shtëpi zonë, këtë mekteb, këtë muallim, edhe vetë ata si fëmijë, Allahu xhelal inshallah t'i bekoj. Allahu xhelal inshallah t'i përdor për punë të hajrit. Lutem Allahu xhelal në rrugën e drejtë na udhëzoj. Nga zjarri i xhenemit të na mbroj. Gjatul Firdausi nasip të na bëj. Të na mundsoj një jetë begashme me bereqet, dhe inshallah kur ndalemi nga kjo botë ndalemi me shahadet. Dhe thonë, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ala inna sani kalam ablaga nizam, kalam Allah al-Malik al-Qadir al-Aziz al-Allam, kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi al-kalam, wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ba'da billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Ila akhirih. الحمد لله الحمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما للنبي وتكريما لفخامة شأن شرف صفي. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. O Allah i madhërisht, e lusim madhërin tënde me bindje të plot, gjitha doa dhe lutje që i bëjmë, du të na i pranë Allahu ma bush. O Allah i madhërisht, muslimanë kudo që janë botë në rrugën toksor, nga dora gjakatar armitjve na i bro. E muslimanë në vendin tonë rrugën tënde të drejtë na i drejto, ja Rabbel Alamin. Të përgosit të pafajshëm na i liro, të veja dhe jetimat tonë na i streho, të smurët tonë na i shëro, pleqta na i mëshiro, prind tonë na i gëzo, fëmijët tonë na i udhëzo, e vajzave tonë nderi në amro, ja Rabbel Alamin. Të varfurit tonë me pasuri halal na i pasuro, të pasurve tonë me pasuri halal në pasurinu ashtu, ja Rabbel Alamin. Nga zemra jonë xhelozin e lërgo, nga mesion i natin e dëbë, nga shoqëria jonë urrejtje na e lërgo, e dashurin me zvete na ashtu, ja Rabbel Alamin. Gjunahet tona në këtë bodë, në botën e arshme na i mbulo. Në qaset e fundit imanin e shpëdo, me ditën e gjykimin në flamurin La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, të gjithve në bashko, e në Gjentul Firdaus bashkë në Muhammed Mustafa, sallallahu alaihi wasallam, në një vend në cakto, ja Rabbel Alamin, amin, 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 alhamdulillahi Rabbil Alamin, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi, ya'idukum la'allakum tadhakkarun. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر تباركي إليك تتميس وفي الأفراح حبيس ومن سعدي يظن الناس أني
وفي الأفراح حساسي حبيس ومن سعدي يظن الناس أني أنا في ليلة العرس العريس. فألف مبارك يخل تسعى إليك كأنها عود نفيس، وألف مبارك أخراك ورد بهي اللون تعشقه النفوس. فألف مبارك يخل تسعى إليك كأنها عود نفيس، وألف مبارك أخراك ورد بهي اللون تعشقه النفوس. تبارك إليك تلتمس وفي الأفراح حساسي حبيس ومن سعدي يظن الناس أني أنا في ليلة العرس العريس. تبارك إليك تلتمس وفي الأفراح حساسي حبيس ومن سعدي